Kush e frikson njërin nga varfënia? Allahu apo kush? Shejtani. Shejtani frikson njërin nga varfënia. Ai thotë njerit, mos jep, jet pa to, mos shpenzo, mos shko këtu, mos je këtu me radhë. E frikson njërin nga. Prandaj na shpesh ne kemi frikë edhe e dominon një pjesë të madhe tjetër son frika jo reale. Hiç s'ka pasur me tut. Andaj besimtari punon, angazhohet, mundohet që me imbulu shpenzimet e tij, edhe në Allahun mbështetet. Po fukaralloku nuk i tutet. Nuk i tutet. Prandaj një beduin kur ka ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, pejgamberi alayhi salam i ka dhënë shumë. Po merre çto ka. Edhe çto merre edhe çto i ka jepë pejgamberi. Kur ka shku tek populli vet, çuçi ka përshuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka shkoni te njëri hes po tut ke pe fukarallokut. Nuk po jep ke, se ata e kanë kuptuar që njëri kur t'jap do të që sultanose në vin, ai hiç nuk kishte frikë nga fukarallokut. Frika të nevojës mund të jetë e natyrshme e brendshme, nuk po që nuk vjen kurrë. Po flas për frikën që e dominon njeriu, që mbi bazë kësaj frike pastaj përcakton orientimin e jetës, prioritetet, angazhimet e tij. Kjo është e keqe. Për shembull, kur frika nga varfënia të huton nga obligimet e Allahut mënduar. Kur frika nga varfënia të shtyn me prej kusht e ndaluar tek harami. S'dal kaq, pa prej ka pak, pa i marr ka pak nuk bëhet. Kush të ka mësuar më tut për çesoj? A është frikë reale që kjo? A të ka mësuar krijuesi nga çka më tut apo dikush tjetër? Ka mësuar shejtani. Prandaj të ndërmozër, ti thosh eudhu billahi minash shaitanir rajim si fjalë, ndërsa frikën e tij e kin palc. Çfarë kuptimi ka kjo? S'ka kuptim. Nuk ka kuptim. Prandaj besimi e qetëson shpirtin e trazuar që friksohet nga varfënia. E nga çka Allah na ka mësuar që kemi frikën? Tash frika është emocion i natyrshëm. Njeriu natyrshëm ka frikë. Po këtë problemi ka më orientu, veç që kjo është. Prandaj ka thonë Yahya ibn Muadh, një fjalë përmbledhëse këtë çka mund me thonë sonte. Yahya ibn Muadh nga dietarët, veçanërisht nga asketët një devotshëm ka thonë, nëse njerëzit ja kanë frikën zjarrit si kafshatës gojës, në xhenet kishin të shkuar. Mutut nga xhenemi, që shtu të shakim hongër nesër, Firdaus shkadam. Fëmiu friksohet nga errësira. Nga frika e tij ti qesh, të shjobe s'ka kush jam adorën apo. Prandaj për shembull njerëz që kanë kuptuar çka është drita, do thonë mos i gale se ç'a Zoti apo. Që këtu kanë folë të parë tonë, këtu kanë folë pleqë tonë, kanë folë baballarët tonë, që kanë jetu situata të frikshme, të vështira, s'kanë pas nesër për një me që ka me hongër, ka thonë ç'a Zoti apo. Ama punë të mira si kanë lonë, edhe besimin kur se kanë lonë. Sot për shumë njeriu, hamendën nga njërë situata për me rujt besimin, tjetë parimor në vlerët e ti, për shkak se është i friksuar nga frika, nga varfënia.